So because of objective reasons. Pra, për arsye objektive dhe kam bërë këtë edhe me presidentin Biden, kam derin e madh t'ju akordoj medaljen presidenciale të nderit. Ballur edhe në një surprizë të tillë, nuk kam një fjalë këtu me vete, kam vetëm disa pika diskutimi. Kështu që do të përpiqem të them disa fjalë zemre, duke e filluar me një mendim shumë të sinqert, që ky nder i jashtëzakonshëm nuk mund të jetë vetëm për mua, por e marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar e mbi të gjitha në emër të gjithë shqiptarëve muslimane të krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik gjatë orëve më të errta të historisë moderne dhe e kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrej se sa në fillim të saj. Unlike the other countries, Albania became a shelter. Ndryshe nga vendet e tjera, Shqipëria u bë streh për popullin hebre.